sot Gjykata e Apelit Tiranës ka njoftë pronar të ligjshëm të këtij trullit, një prej fisëve që proteston për ditë me neve. Duke qenë ata pronar, automatikisht bim gjithë pronar të kësaj toke, sepse Fatmir Shpeza në falsifikimin që ka bë i ka përfshirë dhe fisin e Malajve. Tani Fatmir Shpeza do përballet ballë për ballë me fisin Malaj për të pa falsifikimet e tina dhe për t'ia hedhur poshtë atë certifikatën e pronësisë që ka marrë në mënyrën që ai e din vetë. Ta kam filluar po rrethojnë zonën ku do ndërtohet resorti. Këtu ku jena bashk është rruga që ka qenë historikisht rruga rrjellorëve. Na nuk e kena pas të rrugën e re që ka bërë Bashkimula, kena pas vetëm këtë rrugën me shku nëpër shtëpiat tona dhe në tokat tona. Sot këtë rrugën na kanë bllokuar, janë të na vu mur dhe policia e shtetit nuk na lejon me kalu, gjë që nuk është normale. Ja ne thojnë ashtu kantierit, këtu nuk lejon policia si të shkojnë banorët e shtëpiat e tyre përtej. Finalojnë punimet derisa të gjehet një zgjidhje në të mirën e gjithëve. Fatmir Shpeza ka tentuar me të kontaktu të afërm tonë për më na intimidu, jo për me gjetë një rrugë zgjidhje, për më na intimidu. Bashkimula nuk ka bas një reagim deri më sot, as mu taku, as asgjë gjë. Do të Bashkimula me firmën vetë këto do të na llogaritën se ne jemi ato, edhe do merr vesh me ne përpara jo me ata të falsifikimin tjetër.